Cilat e thot. Elon Musk është një ky për herë thotë është pro Izraelit, ky është mason thotë se e njoh fund thotë. Është mason. Ore una nuk jam pro Izraelit. Ju duhet të kuptoni vetëm shqiptarët nuk duhet të kenë probleme me Izraelin sepse njësoj si ata jemi dhe ne populli paragjykuar për aftësitë tona. Edhe ata kanë qenë populli paragjykuar për aftësitë e tyre. Tani vëlla tjetri është një krijesë vetë përmbajtur. Ti nuk vetë përmbahesh do të pish birra, do të hash mish, do i ndyr, do kështu, edhe të vjeni natë tani se ai është i vetë përmbajtur, nuk ha skrip. Nuk shkon ti grabisësh aftësinë aty, po shkon e bën armik. Një komentues është habitur kur ti thua që kjo është koha më e bukur. Po është momenti më i bukur, më i bukur është valla se ti nuk je thjesht një skllav, ti ke mundësinë ti jesh i lirë. Ti je i lirë me tërë konceptin. Po sot ku flasin gjithë që po shkon bota drejt skllavërimit. Si po shkon bota drejt skllavërimit? Bota është drejt çlirimit, valla, jo drejt skllavërimit, se i skllavëruar ke qenë ti. Ata vendosnin gjithçka për ty, ata po të bëjnë jetën si dush. Edhe ti ke mundësi sot të flasësh kundër edhe nuk po të vret më njëri, më përpara e diti çai gjente këta njerëz si folshin kështu lloj muhabetesha. Kush ka bërë filma me këto tematika, edhe me zi kanë tregu njerëzit për shembull njerëzit sot janë më të lirë. Po ty mund të flasë, ne mund të flasim këtu, ne më përpara nuk mund ta bëje këtë gjë. Nuk kishte mundësi njëri të flisë. Nuk ka censurë, thua sot ti? Sot nuk ka censurë, më përpara ka pas censurë të jashtëzakonshme, di si kanë ikur këta lloj njerëzish që kanë folur na këto gjëna. Kush i ka lënë ata, i kanë shtukur, ata vajtë mbytën Titanikun. Mos po e lën qëllimisht thua apo ka fituar vetë njerëzimi, popullit kanë fituar vetë të lloj lirie. Po nuk është më jam. Si ka mundësi? Pse erdhi? Okej, le ta quajmë sikur nuk ka censurë dhe jemi në liri. Si e fituam ne këtë liri nga censura që kishim? Po ja, për shembull, ta shpjegoj unë. Ti punon në YouTube, edhe e njeh shumë mirë algoritmin, nëse nuk e ndjeksa, do të ketë 40.000 ndjeksa dhe të shkojnë videot në 300, 400, 800, 700 shikime. Ti ke 40.000 ndjeksa valla. Ndërkohë që ti ke platformën e TikTokut që ti mund të kesh 2.000 ndjeksa dhe videot të shkojnë në 300.000 shikime, 400.000 shikime. Do të thotë që të gjitha rrjetet sociale dhe mediat që bota më përpara kishte si dritare ku të shprehte ishin algoritme të mbyllura që promovonin vetëm atë që donin ato. Domethënë, mua teknikisht Facebooku më ka bërë të urrej njerëzit e mi. Se 11-12 dilte çuni xhaje si bënte jetë luksi. Ta kupton edhe do mërzitesh ti me çunin e xhajit. Ndërkohë TikToku më ka bërë të dua njerëz që nuk i njoh fare. Kam parë videon tate që ti më mëson një mënyrë si të bëj lek. Kam parë videon e dikujt që më mëson si të bëj një ilaç. Kam parë videon e dikujt tjetër që më mëson. Është më kreativ, pra jep më shumë kreativitet, suporton më shumë kreativitet. Është algoritmin që promovon një video që njerëzit e pëlqejnë. Domethënë nëse ajo video ka engagement, ti shef një video në TikTok dhe ajo video është e bërë mirë, edhe njerëzve u pëlqen, ai nuk e bllokon TikToku atë. Edhe pse ti ke 10 ndjeksa, ti mund të kesh një video me 100.000 shikime. Ndërkohë që në YouTube është jashtëzakonisht e pamundur që ti të bësh 100.000 shikime pa pasur një kuotë të caktuar ndjekësish. Do bëj ajo video mund të marrë hype, edhe pastaj ta kpusin. Kurse në TikTok edhe me 1.000 ndjekës, me 1.000 ndjekës, 100.000, 1 milion, me 10 ndjekës mund të shkoj video pafund. Domethënë, tani që e kanë marrë ata, pak vështirë është. Po tani që kanë. E ke fajin veti thu si. Tani ti ajo kutia e Pandorës u hap. Po. Ti more vesh sa gjëra, ata prandaj e morën ata. Po çfarë morën ata? Që pikërisht mos të funksiononte me ai lloj algoritmi që u shpik. Atëherë për çfarë liri flasim ne? Po, ama ti e përjetove u hap çik dritare. U mbushë njëherë me frym. Vazhdo tani zhytu prapë. Zhytu prapë. Po kishe 1.000 vjet, po kishe 1.000 vjet apo më njëherë. Po pas ka qenë një iluzion, kot. Po nuk është iluzion, tani po krijojnë platforma. Tani për shembull mendoj kështu ti, të krijojë një platformë interneti. E bëni vetëm njerëzit që kishin aftësi kodimi. Domethënë ti duhet të ishe programues, inxhinier, kodus, ndërkohë që tani kodimet i bën inteligjenca artificiale, ty po t'i jepen dita ditës po t'i jepen mjete. Këto mjete më përpara kanë qenë, mos kujto se nuk kanë qenë, por nuk ju jepeshin njerëzve. Këta i mbanin për vete. Po, e vërtetë. Tani teknologjia po deporton, për shembull, marr shembull. Amerika bëri një marrëveshje me Anthropic Anthropic është një kompani inteligjence artificiale dhe Amerika bëri një marrëveshje me ta për të marrë një LLM quhet, është si mund të themi një chat GPT, po që ka del edhe nga kutia e vet. Se chat GPT është një dritare ku ti flet.
Më kupton, i shkruan aty, si a kalove mirë, thot ai, edhe i thua, më kontrollo, ose si mund të përdor këtë programin e editimit, thot ai, shtyp të, po vetëm të shpjegon. Ndërkohë që tani Anthropic kishte krijuar një inteligjencë që dilte nga kompjuteri, hynte te kompjuteri jot i editimit, merrte videot, i editonte, nxirrte, vinte titrat, vinte ato, pastronte dritë dhe në fund fare e postonte kur doje ti. Edhe deshte ta merrte këtë shteti amerikan. Anthropic i thot shtetit amerikan që ti duhet të pranosh term and condition, domethënë këtë produkt e kemi krijuar neve dhe ti do ketë sa kushte. Çfarë thu ti, tha ky, vati mua kushte, tha. Pas një jave, kjo LLM, domethënë doli në treg, e postoi dikush, paf, edhe të gjithë mund ta downloadonin. Njerëzit e downloaduan edhe e vun këtë LLM të ndërtonte si vetja. Dhe sot ne kemi inteligjencën artificiale që kontrollon jetën time. Nëse unë për të bërë një video te TikToku im duhet të shkruaja tekstin vet, pastaj të futesha në një program që këtë tekstin ta bëja nga tekst ta ktheja në zë, pastaj ta merrja këtë zërin ta fusja në një program tjetër. Pastaj duhet me tekstin duhet të krijoja fotot. Domethënë nëse unë duhet të hyja në 5 programe të ndryshme për të krijuar një video, unë tani i them vetëm emrin. LLM-s edhe ajo i bën të gjitha për mua, domethënë. Unë përdor OpenCloud ose siç e njohin shumë njerëz Cloudin, që ti sot mund ta lidhësh edhe ti me pajisjet si më the edhe problemi me editimin, mund ta lidhësh atë me të gjitha. Edhe i thua Cloud na bë gati për streaming, edhe ai fillon i ndes të gjitha dritat, gjona, domethënë. Kjo gjë e bën njerëzve jetën shumë më të lehtë. Dhe ajo që është më e rëndësishme, kjo gjë ju ofron njerëzve mjetet që dhe ne të zhvillojmë idetë tona, mos të jemi të limituar nga programuesit, që programuesit kanë qenë vetëm fëmijët e atyre që kanë qenë në pushtet, edhe rrethi vicioz i pushtetit. Kjo është ideja, domethënë këto janë momente shumë të bukura se ti je i lirë, valla, ke një para planetare. Ke mundësi të lëvizësh lek me të qindrat e sekondit në gjithë planetin. Ndërkohë që sot në Shqipëri 60%, 70% e shqiptarëve akoma nuk kanë një kartë banke. Ta kupton? Dhe sa e vështirë është, dhe nëse do kesh një kartë banke, shteti ndërhyn aty edhe të merr lekët dhe të bllokon llogaritë. Unë kam shumë shok që ju kanë bllokuar pasuritë dhe llogaritë. Ndërkohë që ai të ka ofruar mjetin nëpërmjet kriptove, që ti të funksionosh në një botë të decentralizuar në gjithë planetin. Pse lekët mua leku? Tani do bëjmë diçka, mund të fusim njerëz nga TikToku, vetëm kush don, se po shoh që ka shumë njerëz që thonë më fut. Kërkojnë, bëni ftesën, kërkesën, por vetëm, ju lutem, vetëm me pyetje që kanë lidhje me temën, nëse keni pyetje realisht që mund diskutohet dhe pa kaluar pastaj në gjëra që s'kan lidhje me këtë lloj podcasti dhe me këtë lloj bisedime që bëjmë ne, domethënë, pa kaluar në ofeza dhe në probleme. Luani është ai që na ka shkruar, vetëm shkurtimisht ju lutem që t'i japim hapësirë gjithëve. Ja, ngrehet pak edhe volumin e. Një moment. Mos do na kthehet zari? Ka frikë. Tjetër dhe nuk më futën, por gjithsesi, me që tema serioze, duhet të flasim seriozisht, dhe kur dikush flet edhe propagandon gjëra, do të ketë dhe një oponent. Patjetër. A kupton se përndryshe Vlla, një sekond vetëm ta sqaroj Luan. kanale si këto. Luan. Që është zotërisht nuk i bëj pyetje sepse nuk e shikoj në nivelin tim. Respekte. Të ikim nga makro, zotëri, dhe të hym në mikro, të rrim ke shtëpia jonë. Po. Do të rregullojmë shtëpinë tonë dhe nuk do të shikojmë botën dhe pallavrat e tyre që i bën njerëzit të rroburuar. Po tani Sepse do të drejta kur 400 vjet përpara ishte një Giordano Bruno, ose një mendje tjetër e ndritur që këto lish në turrën e truve, tani njerëzit po zgjohen. Dhe ti po na flet për liqet që O vlla, jo me ofezat, lutem. teknologjia virtuale na ofron neve që të bëhemi të pasur. jo që të shprehesh, Luan. Sa i bos dhe lopën kush do ta kollos, thot populli. O vlla, ky është një koncept skllavërimi që lopa duhet të kollotet se s'bën atë dikush. Edhe shif shpirtin. Po. Aq kishun.
natën e mirë, të bëj Natën e pyetje. mirë. Mirë. Faleminderit Luan. Luan respekte. Kush do kullosi lopën ishte Meraku Luanit, domethënë është akoma sklav. Kush ka thënë që ne këtu jemi për të punuar vëlla? Okej, po ideja për Luani si dohet bëjë një ndërhyrje, se Luani po thoshte për pjesën e oponencës, ne e kishim një podcast, pra një diskutim me oponencën ose me pjesën tjetër të kundërtën e asaj siç ka thotë Seldi, por nuk u zhvillua, kështu që ju mund të jeni oponenca e Seldit. Qofse keni pyetje gjithmonë, qofse keni pyetje për diskutim. Po, mirë mbroma. Me mbroma respekte. Respekte. Desha thonë pikë parë që gjithësore që jom të ndëgju, ase bojnë faqen like. Ju lutem bojnë një pak like për algoritmus. Respekt. Ta shikojnë sa më shumë njerëzit. Po, e vërtetë është shpërndajeni live-in, unë ne na duket sikur po ju lusim, pastaj duket si kështu. Po jemi se ne kemi çik edhe tema që kompleksit, po. të përfshin këto temat edhe normalisht njerëzit jo se nuk duan, po është vetë Kemi vëlla, s'kin telefoni jemi kështu. është vetë lloji temës, domethënë që njerëzit përfshihen në mendime në gjëra. Unë pyetja jeme është se unë jam për vete jam musliman, me kohën e koronës, nuk na mbrojtën neve, shembull këto hoxhallarë, këto dietarët islame, sa i përket medicinës. Kupton, nuk I kemi na ato medikamentet, ato vakcinat nuk janë halal. Që neve na lejojnë feja, po na I marrëm ato, shembull I marrëm qorë. Çka ç'kishte, ju përshëndes, faleminderit. A ke ndonjë pyetje për Seldin për to se çka po flasim? Je dakord si po duket ky podcasti sot? Po Selti është gjeni, po e veta për këto, a di thash. Respekt. Tani Nga po na djeg zotri, nga je? problemi që ishte Jom katetova. Nga Tetova. Kompanes në Durrës. Okej. Të përshëndes, të me falenderoj shumë. me që preke atë temën e koronës, unë do të them një gjë, asnjë lloj ilaçi nuk do të bënte dërman ty vlla, po ta kishe shpirtin e ndotur. Edhe po të bëjmë një retrospektiv për fat të keq, domethënë pa dashur të prekim familjarët e dikujt që mund të ketë humbur dikë gjatë periudhës së koronës, individët që kanë humbur jetën atë periudhë kanë qenë individ me të kaluar shumë të trubullt, edhe me skeleta në dollap. Më kupton? Domethënë korona ka qenë, mund të themi, ndër sëmundjet e para në llojin e saj që kishte të bënte direkt me shpirtin e njeriut. Domethënë nëse ti kishe një shpirt problematike dhe kishe ata që ndruan jetë nga korona kanë pas shpirtin problematike? kam pas skelete në dollap ata që në ato moment janë amplifikuar në ato momente Çfarë thua? frike, Po të bësh një retrospektiv, do më mendoj një çik shif listat e njerëzve që njeh ti që mund të kenë humbur jetën në ajo gjë, nga ai fenomen. Unë për shembull në kohën e Covidit ka qenë një burr në lagjen tonë, ai ka qenë si Luana valla. Kal valla gimi ka qenë, dies pas ti shketi. Kal. Kafsh valla, nuk ta merrte mendja që ai Po mirë, po i nëse binte vetëm me gimin, okay, nëse ke 20 gimra. Gimi ishte me shtëpinë në Zvicër, edhe 20 vjet gimi, kush donte të merrej me drogë në Zvicër, vende e ndihmonte gimi, tregonte ku është shtëpia, ku merret malli, ku bëhet kjo, ku bëhet, nuk bënte gimi asnjë gjë. Nuk prekte asgjë me dorë. Gimi vetëm ripte këta që donin të merreshin me këto gjëra. Një rast. Okej.